rreth këtij incidenti i cili ndodhi pra? Me përjashtim të një mediumi, një portali që është në veri, e cili ka çështje më konstruktive për shkak se edhe financohet për ambasadave në Kosovë, tjerat media janë komplet në shërbim të propagandës së buzëqicit dhe sistemit tina. Mirë, po du të shtoj këtu të çështja e policisë e reagimit tyne. Për mu skandalës ka qenë vendimi i policisë për me transferu zyrtarin policor në Jog, i cili ka intervenu me ndalë një provokim, një kacafytje mes të dy palëve, dhe me qetësu situatën. Transferimi i tij prej Veriut në Jog, për mu është tepër skandalës, sepse mbi djalesh të po ngrit një bordë përgjegjësisë, sikur ai ka pas faj në reagimin e tina, ose sikur policia po friksohet se tash instrumentet caktuar në veri munden me reagu ndaj atij zyrtari policor në forma ndryshme. Policia nuk duhet jenë prej asnjë presione, asnjë shantazhe prej strukturave në veri. Zyrtari policor është dashur të vazhdoj ta kryejë detyrën e tij normalisht në veri. Këtë është gabim